ti kthehet mbi nor duke u funksionalizu kuvendi i Kosovës si institucioni më i lartë i këtij vendi. Mas konstituimit të kuvendit, ç'ka Mas konstituimit të kuvendit. Rrethonën aktuale politike në cëllënim. Duhet më zgjedh presidenti edhe më formu qeveria. Edhe nuk shkojmë zgjedhja. Kush e zgjedh presidentin edhe qeverinë? Veç ta bëjnë pyetje. A shkojmë zgjedhja, as shkojmë zgjedhja? Kush e zgjedh presidentin edhe qeverinë? Në qoftë se ju përthirrni vetëm kush e zgjedh kuvendi, kush e zgjedh presidentin? Kush e zgjedh presidentin dhe qeverinë? Të gjithë deputetët e Republikës Kosovës. E zgjedh parlamenti, nderuar. Le deputetët. Po mas pore çfarë po thojmë na? Hajde të funksionalizojmë kuvendin. Po do ka me shku zgjedhje sepse është shkel kushtetuta. Kuvendi për mu funksionalizu prej ditës kur është certifikuar rezultati, Kushtetuta e Republikës Kosovës të duhet 30 ditë. Po. Kur e ka thirrë seancën Avni Dehori? Brenda e ka thirrë në ditën e 30. Ai çka nëse mund ta konkludoj. Është mjaftueshëm mesazh. Nuk e ka thirrë në ditën e 25. As në 10-ën, as pas mesazhi. E ka thirrë në ditën e 30. Cili është mesazhi? Është që ko skenor politik. Po? Për me cenu ranin kushtetues, edhe me tentu mu, ty, edhe krejt që të shoqëni me nënshtru. Nuk është e vërtet kjo heq. Jo, çka është e vërtet apo tjetër? Ju jeni të lyp, po thuni që është kjo kushtetuta, jeni të lyp mu kthy me vazhdu seancën edhe mu funksionalizu kuvendi. Edhe tani me shkon zgjedhje. Jo, pse më shkon zgjedhje?